Në rast se do të referoj një thirrjeve të caktuar në protest, pam edhe dje një thirrje se çfarë donin shqiptarët. Kështu që dhe rastet veçuara ka? Të mos ndalemi tek thirrjet, po të ndalemi tek kauzat. Dhe kauza e protestuesve për shkërmoqjen e këtij regjimi kriminal është e drejtë, sikundër është e drejtë, sikundër janë plotësisht të drejta dhe legjitime, 5 kërkesat e tyre për cilat dhe ne si opozit pra kemi vënë kusht sa i përket pjesëmarrjes në parlament, megjithatë rikthimi në parlament është tani më i domosdoshëm. Megjithatë, dua të theksoj se pavarësisht thirrjeve të caktuara dhe pavarësisht përpjekjeve për të interferuar në këtë protest, çdo protest meriton respekt, çdo protest meriton vlerësim, çdo protest është një akt i lartë demokracie e cila meriton vetëm mbështetje dhe asgjë tjetër, sepse jemi në kushtet kur vendi e ka tani një emergjencë kombëtare largimin e këtij regjimi. E kam dëgjuar nga shumë demokrat, zoti Blushi edhe zoti Xhaferi që kisha pak më parë, kolegu juaj i Partisë Demokratike, se vjeshta do të sjellë skandale të mëdha për politikën e Tiranës. Unë nuk jam orakull edhe as fallxor të parashikoj se çdo të sjell vjeshta. Unë ajo çfarë mund t'ju them është... Çfarë ndryshime çdo të sjell atëherë nëse flasim për Partinë e Lirisë dhe... Ne si opozite jemi vonë sa i përket, pra nuk duhet të presim që qytetarët të jenë një hap para nesh, duhet të jemi ne një hap para qytetarëve, do të mjaftonin me qindra në mos mira skandalet e Edi Ramës në këto 13 vite, që ai të largohej dje dhe jo nesër. Opozita nuk duhet të qëndrojë në pritje, opozita duhet të jetë në ballë dhe duhet të jetë në përballje të përditshme me këtë regjim. Sigurisht që nuk është një opozitë e thjeshtë, sigurisht që nuk është një opozitë e lehtë, por në këto raste kërkohet sakrificë, kërkohet përqendrim, kërkohet vullnet i palëkundur, sepse përfaqësojmë dhe besoj se shumica për nesh përfaqëson dhe mbron kauza thellësisht dhe vetëm kombëtare. Kur, meqense pyetet konkretisht për Partinë e Lirisë, kur vetë zoti Meta, qelin e tij numër 5 tek VP Jordan Misa e ka shndruar në llogore kundër regjimit, çfarë duhet të bëj Tedi Blushi? Çfarë duhet të bëj Risa Xhixho? Çfarë duhet të bëj Edmonda Gjinasto? Çfarë duhet të bëj Brunilda Xhiu? Çfarë duhet të bëjnë gjithë anëtarët e kryesisë? Duhet të dhjetëfishojnë përpjekjet e tyre, duhet të dhjetëfishojnë aksionin e tyre opozitar. Kjo nuk është thjesht vetëm betejë Ilir Metës, kjo nuk është thjesht vetëm betejë e kryesisë partisë. Kjo është betejë dhe duhet të jetë betejë e çdo shqiptari, pra jo vetëm e çdo antari dhe simpatizanti të forcës tonë politike, po e çdo shqiptari për largimin një herë për gjithmonë të një regjimi i cili sjell si armik i shqiptarëve, sjell qartësisht me politika thellësisht antikombëtare, duke filluar nga goditja në ADN e familjes, i referohem ligjeve të një pas njëshme, pra nga çështja e prindit 1 e prindit 2 deri tek ndryshimi hormonal i tërmiturve, e deri tek shitja apo dhurimi i sovranitetit dhe integritetit territorial të Shqipërisë. Ndaj, shqiptarët, besoj, në kujtesën e tyre e kanë shumë të qartë se si duhet të sillen me tradhtarët dhe me armiqtë e kombit shqiptar. Unë nuk mund të pres dot shtatorin, unë nuk mund të them se gushti do të jetë periudhë pushimesh për opozitën, nuk ka kohë për pushim, përsa kohë e keqja ka mbërritur në derën e çdo shqiptari dhe është detyrë sot e çdo shqiptari që të reagojë ndaj së keqe dhe ta shporë një herë e përgjithmonë të keqen. Betejën për ne frymëzuese që po bën presidenti i Partisë së Lirisë, duhet të dhjetëfishuar ai aksion nga secili prej ne. Në radhë parë ne 4 deputetëve të Partisë së Lirisë, i antarëve të kryesisë dhe sigurisht i çdo shqiptari që e quan veten shqiptar dhe patriot. Largimi i Edi Ramës është një mision kombëtar, nuk është thjesht dhe vetëm një mision politik, sepse nuk po flasim për Norvegjinë e 2026 apo për Suedinë e Danimarkën e vitit 2006. Po flasim për një shtet i cili është ndruar në një narkoshtet dhe vetëm një narkoshtet në Europë, ku pensionet
pensionet janë mizerabël, ku pagat janë mizerabël, ku më shumë se 1/3 e popullsisë është larguar, është detyruar të largohet si në asnjë vend tjetër të botës, dhe vetë dhënat e fundit të bëra publike nga Eurostat konfirmuan shpopullimin dramatik të Shqipërisë, në një vend ku pronat dhe financat publike trajtohen si plaçk personale nga Edi Rama, ku nuk ka as ilaçe në spitale, ku pensionet janë mizerabël, ku rasimi është skandaloz, ku bujësia po falimenton, secili prej nesh ka jo një, po 1001 arsye për të qenë në protestë për të mos pritur. Por zoti Blushi, ju e kuptoni që Edi Rama nuk po ikën as me zgjedhje, se u rikonfirmuar për mandatin e 4 një vit më parë, dhe as me protestë, të shohim prej 50 ditësh. Edi Rama qëndroi në pushtet për 2 arsye themelore. Arsye e parë ishte tradhtia që leadershipi i kaluar opozitar i bëri popullit shqiptar me djegjen e mandateve, me braktisjen e institucioneve, me heqjen dorë nga pushteti vendor dhe paterica e dytë që mban pushtet Edi Ramën ka qenë pikërisht ajo të cilën ne si forcë politike kemi cilësuar si Ramaform, dhe që në thelb nuk është asgjë tjetër veç se kapja përfytje e sistemi të drejtësisë, i cili ka certifikuar dhe ka krijuar atë koracë mbrojtëse e imuniteti politik ndaj skandaleve të panumërta të Edi Ramës. Nëse sot kemi një lider opozite që qëndron në paraburgim pasin fakt dhe pasin provë penale, çfarë ndodh me Belinda Ballukën sot? Çfarë ndodh me Edi Ramën? Çfarë ndodh me incenatorin? Erion Velia është në burg, pagesat e incenatorëve vijojnë. Çfarë do kjo? Pyeta për përshëndetjen për vjeshtën për shtatorin. Mbrapa aferës së incenatorit është vetë Edi Rama, i cili është kudo mbrapa çdo afere, i cili është kudo ku vidhen dhe futen duart në xhepat e shqiptarëve, duhet ta konsiderojmë që ajo është në fakt dora e Edi Ramës. Kanë qenë këto 2 arsye të cilat e zjatën pushtetin kriminal të Edi Ramës në kohë, por tani nuk kemi asnjë arsye pse të qëndrojmë me duar në xhepa, pse të qëndrojmë larg përballjes me regjimin. Koha na dha të drejtë se përket jo vetëm denoncimeve tona, por edhe paralajmërimeve që kemi bërë në kohë. Ju kujtoj si forcë politike qëndrimet e shprehura nga zoti Meta në mitingun historik të 2 marsit 2020 në raport me atë çfarë do të ndodhte me gjykatën kushtetuese. Atëherë zoti Meta i cilësoi si gjykatë e lanës 6 vite më pas këto paralajmërime rezultuan të drejta, sepse sot ne kemi një gjykatë kushtetuese e cila fjala vjen nuk pranon as kërkesën e opozitës për të hetuar aferën me Gonigal, kur ne çfarë po kërkojmë? Zoti Blushi, i trembet zoti Meta apo edhe ju një qëndrimit të tij përtej limiteve, përtej afateve, edhe teksa gjykimi ka nisur në qeveria? Është një pyetje e cila vetëm Partisë së Lirisë dhe zotit Meta nuk mund t'i drejtohet të pasurit frikë përballë Edi Ramës. Është një pyetje të cilën vetëm ne nuk mund të na i drejtoni, sepse ne besoj zoti Meta në atë parë, ne si forcë politike, bashkëpunëtorët e tij mëtar e kemi dëshmuar që nuk i trembemi as një lloj kërcënimi, as një lloj shantazhi